Variant i ri i COVID-19 ka filluar të përhapet në Australi. Australia po përballet me shfaqjen e rregullt të varianteve të reja të virusit SARS-CoV-2 me shumë se 5 vjet pas shpalljes së pandemisë së Covidit. Varianti më i fundit, LP 8.1, është duke u përhapur dhe duke përbërë afërsisht 1 në 5 raste me Covid në New South Wales, raporton CBS News mërkurën. Ai është bërë varianti i tretë më dominues në shtetin e New South Wales, përcolli agjencia turke Anatolia Ajans. I zbuluar për herë të parë në korrik të 2024, LP 8.1 është pasardhësi i Omikronit, konkretisht KP1113 dhe është pasardhësi JN1, një nën variant shkaktoi valë të mëdha infeksionesh Covidit në mbar botën në fund të vitit 23-24. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur LP 8.1 si një variant nën monitorim në janar për shkak të rritjes së tij të ndjeshme në mbar botën. Agjencia Globale ka vlerësuar rrezikun shtesë për shëndetin publik që paraqet ky variant në nivel global është i ulët. Simptomat nuk duhet të jenë më të rënda sa ato të varianteve të tjera që qarkullojnë, duke sugjeruar se varianti ka shumë mundësi të ndikojnë në drejtim të pandemisë. Deri këtë vit Australia ka regjistruar afërsisht 45.000 raste të reja me COVID-19, ndërsa rreth 260 persona janë aktualisht në spital me virus. Numri real i rasteve është ndoshta më i lartë, pasi shumë njerëz nuk po bëjnë testime ose raportojnë infeksionet e tyre. Vaksinat aktuale kundër Covidit, përfshirë ato të fundit të disponueshme, JN1 pritet të ofrojnë mbrojtje të mirë kundër sëmundjeve simptomatike dhe të rënda nga varianti i ri.